është shumë më rëndësi me qenë njeriu shumë mirënjohës ndaj Zotit, me qenë shumë falendërues ndaj Zotit. Kur themi në këtë mejdan duhet me falendëru Allahun, sa besimtar ne në këtë muaj nuk i kemi ata që i kishim vitin e kaluar. Ndoshta është Ramazani i fundit i yti, ndoshta është mejdani i fundit i yti në këtë jetë. Prandaj, shfrytëzoj këtë mirësi, thuaj Zotit, elhamdulillah. O Allah, ty të takon falendrimi që më dha e shëndet, më dha e vullnet, më dha e sinqeritet. Allahu në Kur'anin famlar thot: "Fakhudh ma ataytuka wa kun minash shakirin." Dhe merë atë që ta dash unë, Allahu ty dhe mu na ka dhënë udhëzimin, ta ka dhënë Ramazanin, ta ka dhënë shëndetin, ta ka dhënë vullnetin. Prandaj falendero Zotin shumë. Allahu në Kur'anin famlar thot: "Nëse jeni falendërues, Allahu shton të mirat, la in shakartum la yazidannakum." Ku ka se ndonjëherë ne jemi mirënjohës ndaj krijesave, kur dikush ta jep një dhuratë 100 herë falenderon. E aspektit material, edhe ajo harxhohet, edhe një ditë do ta lash në këtë botë. Sa jemi falendërues ndaj krijesave dhe sa ndaj Zotit. Ne kemi fjalën për një mejdan, mi thonë Allahut elhamdulillah, o Allah që më dha jetë, dhe më dha shëndet, dhe më dha vullnet, atëherë wa kun minash shakirin, dhe bëhu falendërues që Allahu ty dhe mu po na mundson me agjëru, ty dhe mu po na mundson me lexu Kur'an, ty dhe mu po na mundson të jemi solidar dhe humanist në këtë muaj të humanitetit. Ne jemi ata që i gëzojmë vetin dhe të tjerët, ne jemi ata që i gëzojmë Zotin në këtë muaj të Ramazanit, i gëzojmë melaçet e Zotit. E prandaj, le yazidannakum, nëse don Allahu t'i shton të mirat, falenderoja Allahun për mirësinë e udhëzimit, për mirësinë e sinqeritetit ty që ta ka dhënë, për mundësinë që ta ka dhënë që ti ta madhrosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thotë, elementi i rëndësishëm në këtë mejdan është ti thuash Allahut elhamdulillah, ta falenderosh që Allahu ta ka mundësu ta madhrosh Zotin. Adem a.s. babai i njerëzimit, fjalën e parë tha elhamdulillah, falendrimi takon Allahut. Në Kur'an, surja e parë, suratul Fatiha, filloj me elhamdulillahi rabbil alamin. Nëse të pyet dikush si ki hallet, a je mirë, dush mi thon elhamdulillahi rabbil alamin. A nuk meriton Allahu të falenderohet, se me falendërim i përkulesh Zotit. Me falendërim tregon nevojën tënde para madhnisë Allahut. E kundërta, nëse nuk e falenderon Allahun, ti je mendje madh. Ti je përbuzës i të mirave të Zotit. Të roket në dyrë të njerëzve, nuk të roket në derën e Zotit, nuk falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, në këtë mejdan është shumë e rëndësishme, përveç sinqeritetit, të përgatitet mejdani i shpirtit duke i thonë Allahut me shpirt, elhamdulillah. Me thonë me gjuhë, elhamdulillah. Po ky elhamdulillah, ky falënderim dhe kjo mirënjohje nuk mjafton vetëm me gjuhë dhe me zemër. Ky falënderim mjafton me agjëru. Ky lloj falënderim me vepra i thuhet. Namazi me xhamat është falënderim me vepra. Dhënia e sadakas, lëmoshës është falënderim me vepra. Dhe gjithë këto komponente përbojnë falënderimin e plot me bindje, me fjalë dhe me vepra. E prandaj, nëse në Ramazan nuk jemi falënderues, që Allahu po t'jep mundësi ta madhrosh Zotin dhe t'i ja kthen shpinën Zotit, atëherë ti je mohues, ti je përbuzës. Prandaj duhet në këtë mejdan ta shtojmë falënderimin që Allahu t'i shton vullnetin dhe mirësitë, që ne ta madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala.